Pas dështimit 3 ditë më parë për shkak të korumit të munguar nga mos pjesëmarrja e deputetëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Komisioni i Ekonomisë është mbledhur në një nga sallat e Parlamentit dhe me 9 vota pro dhe 2 kundër ka shkarkuar kreun e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare Enkeleda Shehi. 2 deputetët të LSI-s, Gjovalinka Deli dhe Gledion Rahovica, nuk e mbështetën këtë vendim duke votuar kundër, sepse sipas tyre nuk është paraqitur dokumentacioni mjaftueshëm për shkarkim. Ne votojmë kundër pasi argumentat për shkarkimin e zonjës Shehi si drejtuese e institucioni shumë të rëndësishëm financiar në vend na duken të pamjaftueshëm, mbase kishte nevojë për më shumë kohë për ta parë këtë kërkesë, pa për të analizuar shkeljet e saj. Ne nuk jemi të bindur, pasi vazhdojmë të jemi të pabindur, sepse në Shqipëri ka shumë institucione të tilla të ngjashme, të cilat duhet të shkarkohen jo vetëm drejtuesit, por pothuajse pjesa dërmuese e tyre, të cilët kanë dorë fatet e ekonomisë vendit dhe po i keq përdoren në mënyrë tepër abuzive. Si për shembull? Po ka institucione të ngjashme sa të duash, për shembull Komisioni i Punimeve Publike është një institucion i cili është kthyer në gangren të bizneseve shqiptare. Kryetari i Komisionit të Ekonomisë Erion Braçe deklaroi 3 ditë më parë se në këtë çështje nuk ka asgjë politike, duke i cilësuar të pabaza akuzat e kryetarit të opozitës se kërkesa për shkarkim bëhet për pastrim parash dhe kapje të institucionit për ta shfrytzuar atë për gjobvënie. Shkarkimi i zonjës Shehi do t'i kalojë për votim seancës plenare të njëjtën e radhës.